Episodi i radhës vjen me energji të mira, sepse sot kemi të ftuar Adia Angelin, një wellness coach ose trajnere shëndeti, dhe që ka bërë shumë gra së bashku në një komunitet ku flasin për hormonet të lumtura, për balancim hormonesh, për shëndet dhe një regjim ushqimor sa më të mirë. Adia beson se çdo grua mund të jetojë në harmoni, thjesht të di të kuptoj atë. Dhe pikërisht ne sot do të flasim për hormonet, siç thash, për paramenopauzën, menopauzën dhe regjimin ushqimor dhe forcën që çdo grua gjen kur fillon të ndjek një regjim ushqimor të mirë. Adia, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Sa i bukur prezantimi, faleminderit. Të pëlqeu, a? Po, pëlqeu. Kënaqësi. Ti vetë, sepse unë e përmenda që çdo grua ka atë harmoni në trupin e saj, por duhet të di dhe të kuptoj dhe gjuhën e trupit. Në kuptimin e jo atë metaforik të fjalës, por pjesën mjekësore. Ti vetë kur e kuptove trupin tënd, që fillove të mësoje dhe ta dëgjoje atë, se shumë e rëndësishme ta dëgjosh, të jep sinjale her pas here. Të jep, trupi flet vazhdimisht, na flet, por ne jemi shumë në vrap për ta dëgjuar, për të ndaluar, për ta kuptuar. Unë e kam nisur shumë e vogël, unë vi nga familje mjekësh, nga shumë anë familjare dhe ndoshta një prirje brendshme imja gjithmonë për të ndaluar dhe për të dëgjuar simptomat. Domethënë mbaj mend që shumë e vogël, 5-6 vjeç që unë isha po më pickon këtu, po më dhëmb atje. Më ka dalë kjo njolla, kjo puçra lëvizi nga këtu. Ke shumë vigjilente, domethënë, shumë vigjilente, shumë e fiksuar, edhe domethënë gati sa edhe i maçi ishte mjek, domethënë thoshte lëre që nuk është gjë, mos u merr etj. Pra, shumë vigjilente unë, natyrisht e lindur kështu. Pastaj vetë kontrata jetës time me sa duket e donte që unë të kisha shumë sfida shëndetësore. Që në moshën mbaj mend 20-23 vjeçare, unë kam studiuar në Rom, në La Sapienza, dhe ndoshta ai stresi atje shumë i madh, i jetuarit vetëm, i përballuarit çdo gjë vetëm, studimet shumë të forta, të fuqishme, normalisht çdo gjë që ti ja del. Të jetuarit vetëm, në një vend të huaj. Mendoj që ai stresi atje triggeroi, nxiti një smundje autoimune, që është edhe e rrallë, quhet sindroma Sjögren. Ka të bëjë me inflamacionin e gjendrave të lotit, gjendrave të bështymës dhe dhimbje kyçesh, shumë. Në atë moshë, Që në atë moshë, po. Fati ishte që unë isha në Rom dhe normalisht pata një diagnozë të menjëhershme, sepse zakonisht këto lloj simptomash, nga që janë shumë të vagta, pra nuk janë të dukshme nëse dikush nuk ja vë veshin, mund të zgjasi koha e diagnozës mund të shkojë edhe deri 10 apo 15 vjet. Që ti mban ato simptoma, thua ose më dëmbin kyçet, ose më thahet që goja, ose s'kam shumë lot në sy, ose infeksion syri etj, derisa të diagnostikohesh. Por duke qenë atje, normalisht ata të avancuar në mjekësi, unë mora diagnozën që atëherë. Dhe që atëherë pastaj u zhyta me kokë, se tani kisha edhe një gjë për të cilën të lexoja, u zhyta me kokë, të studioja mirë, u regjistrova që atëherë në gjithë revistat e reumatologjisë, endokrinologjisë, gjithë gjërave që lidheshin me. Më fal prindrit që të ndërpres, për çfarë mjekësh kanë qenë? Është ortoped. Po. Ironia e fatit. Ironia e fatit, prandaj po pyes. Ortoped është babai, pastaj gjyshja ka qenë fiziatre me radhë. Kështu që domethënë unë desh që të futesha në këtë, por gjithmonë kam qenë e prirur jo ndaj ilaçeve. Domethënë më thoshe ilaçe sikur më prije kokën. Edhe gjithmonë hulumtoja, gjëra bimore, gjëra naturale. Ka një familje mjekësh të mos pranoj mjekësinë shkëndijërisht. Unë kisha shumë inat pija paracetamol, shumë inat sot e kësaj dite të puj ibuprofen, domethënë gjithmonë ndaloj te këto dhe gjërat e tjera. Edhe pastaj domethënë gradualisht, sfidat shëndetësore vetëm u shtuan, unë pata 7 vite të tëra infertilitet, nuk ngelesha dot shtatzan, ngelesha dhe abortoja shumë shpesh. Këto pastaj më futëm komplet në këtë pjesën ginekologjike, edhe aty u zhyta me kokë si zakonisht, kështu që u bën shumë vite, gati 10 vite, që unë lexoja, studioja, mësoja, isha regjistruar në për forume, në për organizata, në për gjithë gjërat e mundshme. Dhe ndërkohë paralel, studimet e mia ishin për financë. Unë punoja në bank, isha shumë e suksesshme dhe në bank, bankiere, kështu par excellence, me xhaket, me këmish, dhe mbaroja punën në orën 6, pastaj 6:10 të darkës, zhytesha tek këto gjëra. Erdhi një moment që në bank, duke qenë se unë kisha shumë staf në menaxhim,
kam qenë drejtore e të gjithë rrjetit të degëve të bankës, të bëj fjalë që duhet të menaxhoje një staf prej 300 veta, 400 veta. Dhe le të themi praktikat më të mira bankare rekomandonin që të bëj një diplomë si ajo e life coach, pra një trajner jete, në mënyrë që ti të dihet, të motivoje dhe të fuqizoje njerëzit me të cilët punoja. Kështu që për hir të bankës unë futa kësaj diplomës 2 vjeçare, që ishte për life coaching, dhe në fund të së cilës profesori gjithmonë pas diplomimit të rekomandonte që të zgjidhje një segment grup brenda life coachit që ti ku e gjeje ti veten më shumë. Dhe brenda life coaching ishte edhe wellness coaching, që ishte mirëqenia. Në atë kohë nuk ishte dalë fare as në mod, nuk ishte as trend, se bëhet fjalë për këtu e 6 vjet përpara, pra nuk ishte as podcast e wellness si tani, as shumë vëmendje. Dhe unë aty më dha shkëmbia, thash okay, unë tani mund të bëj bashkë këto 2 gjëra, sepse studimet tashme kisha marrë. Studimet i kisha bërë, kisha vetë shumë eksperiencë, shumë lexuara, shumë të mësuara dhe ju futa bëra disa certifikime rresht për pjesën hormonale të femrës, për endokrinologji, për sëmundjet autoimune. Dhe u kompletua kuadrin në një farë mënyre, pastaj paralel hapa një komunitet në Instagram, i cili ashtu vasha. Dhe ke quajtur? Mjaltë dhe hënë. Pse mjaltë dhe hënë? Hëna personifikon ciklin menstrual të gruas, i cili është 28 ditë njësoj si edhe cikli hënor. Dhe mjalti pjesën organike, natyrale, dhe më thëmë mbështetjen e gruas në përmjet. A duke që kuna për këdhela që? Ka këtë njësin. Madje një gotë e gjeti shumë bukur, e thash po ta vjet, ta mjaltëza, jemi të gjitha mjaltëza. Ishte shumë e bukur. Është një komunitet grash, i cili është shumë eficient, shumë frymëzues, tani jemi mbi 40.000 followers. Dhe me thënë është një gjë shumë e bukur, e ngritur ashtu naturalisht, pa, le të themi, pa qëllim, pa qëllim për të arritur me buste, për të ngutur pa tjetër me për të ngutur, por shumë... Bravo dhe për gjithë qasjen që ti ke, sepse unë, në fakt, këto ditë janë futur në grupin e WhatsAppit mjaltëzave. Dhe aty kam gjetur një komunitet dhe janë rreth 255 gra të cilat komunikojnë me njëra tjetrën, shfaqin problematikat e tyre, kërkojnë patjetër sqarime për shumë detaje rreth regjimit ushqimor dhe vërej që ka një interes të jashtëzakonshëm. Ti vetë kur e kuptove që fjala jote të them apo mesazhet e tua, këshillat e tua kishin filluar të zinin vend dhe të besoheshen nga gratë? Santa ishte proces shumë natyral, nuk di të them një kohë. Unë mbaj mend që kur studioja për life coaching, gjithmonë profesorët tanë thoshin që you have to be the authority në segment grupin ku jeni. Dhe unë kur dëgjoja këtë authority, thosha, si do bëjmë unë authority, në sensin që në një Shqipëri që një vetëm mjekësinë etj si mund të bësh. Por ja që vjen një kohë dhe bësh shumë naturalisht, mendoj kur ti thua gjërat pa interesat të tjera mbrapa, kur ti flet njerëzve me zemër të hapur, i flet shumë sinqerisht, ato e kuptojnë shumë mirë që qëllimi i asaj faqe nuk është qëllim lukrativ, nuk është qëllim që unë të bëj disa profite nga ajo, sepse unë kam një biznes timin, dhe më thënë nuk është ai qëllimi faqes, ajo është një gjë imja, pasioni im që unë dua ta çoj përpara. Natyrisht ka disa tarifa mbrapa disa shërbimeve që unë ofroj, sepse është koha ime, energjia ime, certifikimet që unë kam bërë që janë gjitha shumë me shpenzime, por nuk është qëllimi ajo dhe njerëzit e kuptojnë këtë gjë, e kuptojnë sinqeritetin, e kuptojnë pasionin, e kuptojnë dëshirën time për t'i ndihmuar. Unë kthej sot e kësaj dite kthej mbi 10 mesazhe në ditë që i kthej falas pas një lloj, do të thoni dëgjoj, mundohem t'i jap një sugjerim të vogël, aq sa mundem. Kështu që mendoj që kjo ka qenë, do të thënë ajo naturaliteti dhe besnikëria, sforcimi për të bërë diçka dhe duke pushur. Të futemi tamam te tema që neve duam të trajtojmë, besoj se të gjitha gratë në moshën mbi 35 e tutje kanë probleme të tjera hormonale që nisin, por është folur shumë, është folur, jo dhe shumë, më them, por pjesën e menopauzës është folur. Ajo që vëre kohë të fundit është fakti që flasin shumë për para menopauzën. Premenopauza është bërë pothuajse e një nga fjalët më të zakonshme, më komune që ne e dëgjojmë vazhdimisht. Dhe biles janë këto simptoma që pastaj risjedhin
periudhën që është quhet menopauza dhe të gjithë e dim, po është periudha më e vështirë në njëre e barazon me plaken. Dhe pikërisht për këtë pjesë doja disa sinjale që trupi të jep. Paka shumë të gjitha e dim, është djersitja, mund të jetë një mungesë humori, që vjen, mund të jesh në një humor shumë të mirë për para 5 minutash dhe pastaj bie shi. Mund të kesh disa momente harresa që të ndodh dhe thua o zot. A janë këto shenjat e para të një premenopauze? Po, janë këto, janë të gjitha këto që ti përmende, sidomos ajo harresa. Harresa, shumë shpesh, ajo që shkojmë në dhomë edhe për çfarë erdha unë këtu. Jo, hap frigoriferi, për çka kam marrë unë këtu. Çfarë hapa. Ajo është shumë tipike. Ka edhe shumë të tjera, të cilat gratë nuk ja u vënë shumë veshin në momentin e parë. I lidhin me iden çik të moshës, koincidon në moshën 45 vjeç, pra ideja që ja se parafrojmë të 50, pra nuk e lidhin shumë me menopauzën apo me paramenopauzën. Të themi të vërtetën, më përpara këto lloj terminologjish dhe problematikash as nuk ekzistonin, sepse gjyshet tona me paramenopauzë, me menopauzë vazhdonin punonin, as nuk ndiheshin fare, sepse ishte tjetër lloj epoke dhe tjetër lloj mentaliteti i trajtimit të problemeve të gruas. Tani që është kthyer një vëmendje e madhe ndaj gruas, dhe duke qenë se jemi edhe në Pink Oktober, është një rast shumë i mirë për të thënë këto shenja, duke qenë se lidhen edhe me problematikat kancerit gjirit, edhe me problematikat tjera hormonale. Edhe kockat. Patjetër. Simptomat kryesore të paramenopauzës fillojnë me e para çrregullimet të ciklit menstrual. Domethënë, sapo të fillojmë të kemi çrregullimet të ciklit menstrual, është mirë që të shkojmë të drejtohemi te një ginekolog ose një endokrinolog, sepse ato çrregullime jo se kanë ndonjë gjë të rrezikshme mbas tyre, por sa më shpejt ne të shkojmë dhe ta kuptojmë që jemi në paramenopauzë, aq më shpejt mund të marrim masa, qoftë edhe metoda shumë të thjeshta dhe natyrale, për veten tonë në mënyrë që menopauza kur të vi, si një proces shumë natyral në jetën e një gruas, të jetë sa më i lehtë. Nuk është që ne do parandalojmë menopauzën. Menopauza do vi. As paramenopauzën nuk do ta parandalojmë. Por ideja është ta menaxhojmë sa më mirë, të kemi një jetë sa më cilësore, ta kthejmë nga një fazë delikate në një fazë interesante të jetës, ta marrim një çik me humor, ashtu siç ti dhe unë po qeshim në fillim këto momentet kur shkojmë para frigoriferit dhe për çfarë hapa frigoriferin, mos ta bëjmë dram këtë gjë. Pra, është shumë e rëndësishme dhe një herë që ndërgjegjësohemi vetë, të ndërgjegjësojmë dhe të afërmit. Si që është bashkëshorti, i cili ndoshta na kupton pak më shumë në momentin që ne i themi që shiko se këto simptoma që ai vëre apo familja vëre, fëmijët vëre, nuk e kam as me ty, as me fëmijët. Na thoni me nerva për ditën. Eksakt. Nuk jam me nerva me ju. Thjesht nuk jam me veten time në rregull, sepse kam luhatje hormonale. Çfarë ndodh në paramenopauzë? Në paramenopauzë, ndryshe nga menopauza, kur ne kemi rënje drastike të hormoneve femërore, estrogeni, progesteroni, në paramenopauzë kemi luhatje. Dhe është ajo që e bën atë ndryshimin e humorit, ndryshimin e mënyrës se si shef jetën, ndryshimin e motivimit që kemi. 10 ditë jemi me dhimbje kockash, pastaj sikur na lirohen diçka. Pra, sepse ka luhatje të hormoneve të estrogenit dhe të progesteronit, njërë rriten, njërë ngjiten, njërë rinë konstante, rriten, ngjiten. Dhe gjithë kjo nga trupi femrës normalisht që është pak vështirë për të përballuar. Unë mendoj që vështirësia më e madhe është shtuar edhe nga fakti që femrat tani tentojnë të bëjnë shumë gjëra, janë multitasking shumë, duan të bëjnë edhe biznesin, edhe karrierën, edhe prindërimin, edhe miken, edhe shoqen, edhe shumë, pra kanë shumë funksione, kanë shumë kapele, heqin njërën, vën tjetrën, dhe kjo e rrit shumë intensitetin e jetën e saj. Patjetër se është dita intensive. Duke rritur intensitetin e jetën e një gruaje, rritet hormoni kortizolit. Në momentin që kemi rritjet hormonit kortizolit, ai nuk lë që hormonet e tjera të ndikin atë natyrshmërinë e vet. Dhe prandaj ndoshta edhe këto shenjat e paramenopauzës janë bërë kaq trendi dhe janë bërë kaq me interes sa më përpara, sepse më tha një ditë një klienti ai më tha, "Aman, po këto gjyshet tona tha si ndjem ndonjëherë që ishim në paramenopauzë." Sepse gjyshet ndryshe nga ne nuk kishin biznesin, nuk kishin punën, kishin një orar më të kufizuar. Nga ora 8 deri në orën 4 e mbyllën, shkonin në shtëpi dhe kjo ishte jeta. Eksakt. Domethënë jeta më thjesht, ajo jeta slow që po promovohet shumë tani edhe në Instagram, pra slow living, që ti marrë gjërat me terezi, që mos bësh shumë gjëra, të gjitha këto ndihmojnë që hormonet tona të stabilizohen, të futet në funksion ajo që në fakt duhet të jetë e futur, që quhet sistemi parasimpatik,
ai që liron, po. Sistemi parasimpatik është ai që liron të gjitha hormonet dhe gjendje në trup, një gjendje të relaksuar në trup. Kurse sistemi simpatik fut atë gjendjen e marshit 4 që ne duhet të bëjmë pafund gjëra brenda 24 orëshit. Ne besojmë te marshi 4. Ne jemi te marshi 4 dhe normalisht kemi disbalans të dy sistemeve, ndërkohë që njeriu është bërë për të jetuar në balans të këtyre dy sistemeve. Të punojë në pjesën e parë të ditës dhe të relaksohet në pjesën e dytë. Ne ndërkohë punojmë deri në 12 natës. Edhe kur nuk punojmë në orën 10 fillon scrolli. Po që në Pix About kur ditën t'jeni me scroll, kështu që janë shumë faktorë që bëjnë që këto shenjat e paramenopauzës të kthehen në problematike, kur ndërkohë nuk duhet të jenë shumë të natyrshme. E përmendëm pjesën e premenopauzës dhe grupit komunitetit të grave. Ky ritriti që do bëhet ashti, çfarë qëllimi ka, për çfarë do mblidhen? Dhe a ka interes? Përveç pjetës e WhatsApp-it, që aty ka pafund. Faleminderit që ma bëre pyetjen. Në fakt ne në kuadër të iniciativës që morëm me që jemi në Pink Oktober, në Tetorin Roz, menduam që të bënim për herë të parë në Shqipëri të organizonim një event që do i dedikohej grave në paramenopauzë, që do të thotë grave nga 35 deri në 50. Sepse kjo është grup mosha që karakterizon këtë lloj problematike. Do t'jetë një event që do jetë maksimalisht me 20 femra, ku do trajtohen problemet e paramenopauzës si në aspektin mjekësor, si në aspektin e mjekësisë holistike, protokolleve, po themi pastrimet e zorës, pastrimet e mëlçisë, balancimin hormonal, dhe si në aspektin energjetik, e cila do mbulohet nga Soni Laçi Saraku, e cila është një master healer spirituale, pra në aspektin e mendjes, reduktimit të ankthit, të depresionit, luajtjeve të humorit, etj. Është një iniciativë shumë e bukur, unë shpresoj të dalë shumë bukur, kam bindjen që do dalë shumë bukur. Interesi në fakt ka qenë i madh, por jo aq sa unë do e prisja. Duke qenë se unë në komunitetin mjat dëhën ka shumë gra dhe unë i di problemet, e di se sa shumë veta ka që i vuajnë këto shqetësimet e paramenopauzës, dhe unë mendova se do kishte interes shumë të madh, por me sa ndjej dhe me sa shoh, jemi akoma në fazën që nuk e kemi të lehtë që ti pranojmë vetes, ose ndoshta edhe familjarëve tanë, që jemi në këtë fazën që ne duhet të bëjmë diçka për t'i dedikuar kohë vetes në këtë fazë me këto shqetësimet tonat. Pra akoma sikur i mbajmë brenda, nuk duam t'i ndajmë me të tjerët, kemi këtë idenë që po te kjo pjesa spirituale, ç'a do ndaj, ç'a do nuk e njohim ende mirë, po, ca frikra, domethënë ka akoma rezervë. Janë prenotuar 15 veta, u prenotuan që në ditët e para, besoj janë ato që e njohin e Sonilën edhe mua, kanë qenë klientët tona dhe kanë shumë besim tek ne, por shikoj te pjesa tjetër që ende nuk është futur në këtë botë, shoh që ka dyzime, ka frikra, nga mënyra se si më pyesin. Është shumë e mirë, sepse është shumë herët, domethënë për neve shqiptarët, është herët të flitet për këto gjëra. Në shoqëri që kemi marrë iniciativën për të shkuar te doktori për Tetorin Roz dhe nuk do të presim vetëm atë muaj për të kontrolluar. Domethënë mundësisht ta kapin në hapat e parë, atyre do zoti, por që duhet një iniciativë shumë e madhe dhe duhet një ndërgjegjësimi gjithë grave për të reaguar. Unë mendoj që neve kemi edhe një problematikë shumë madhe që besoj është ushqimi. Je dakord me mua te kjo pjesë, sepse nuk e përmendën nënat tona, gjyshat tona në atë periudhë, por kanë bërë dhe një jetë të shëndetshme duke ngrënë ushqime vërtet organike. Ushqime reale. Reale. Ne flasim që po kemi ushqime, po është bio, themi ne, por nuk e dim se sa është bio në të vërtetë ajo gjë. Dhe sa ndikojnë këto ushqime, dhe tash sigurisht nënat tona në atë kohë nuk hipin jo bananën, po sot ka avokado, ka faraçia, domethënë ka aq shumë një gamë të gjerë ushqime që ti ke, por në të vërtetë apo bëjmë mirë apo s'po bëjmë mirë, se nënat tona dhe me i kos, atyre ishin të lumtura, e hanin në darkë, mbledhoshin që lëkura atyre ishte më e mirë për fytyrën. Eksakt. Edhe me bukë të thekur. Po, me bukë të thekur. Nuk kishte rëndësi me gluten, pa gluten, gjithë shkencat. Santa, unë mendoj që është shumë e rëndësishme ajo që ti the, ushqimi është totalisht i rëndësishëm, por është edhe plaga më e madhe që ne kemi, sepse ne vetëm gjë që nuk e kontrollojmë dot, është pikërisht ai ushqimi. Dhe ato gjëra që ne na duket që po i ham healthy, nuk e dim se sa healthy janë. Domethënë kjo është gjithë gjëja. Dhe unë prandaj kom ngul në shumë prej postimeve të mia, kom ngul që të bësh një jetë të shëndetshme, nuk do të thotë as ta hash avotost, as ta hash green smoothies, as ta hash lakër kale. Të bësh një jetë të shëndetshme, do me thonë të bësh një jetë të ekuilibruar, me pak stres, me minimumin e stresit,
E kam fjalën stresin që e krijon vetë ti, jo stresin që të vjen nga një ngjarje, nuk e çfarë bësh asaj. Po stresin atë intensitetin e jetës që po themi, pra pak stres, ushqimi mirë, aq sa mundemi ne të kontrollojmë dhe aktivitet fizik. Këto janë 3 pilarët e mirëqenies holistike, nuk ka shkencë. Gjumi, domethënë gjumi, po ti pyesesh njerëzit, të gjithë flen 5-6 orë. Kjo nuk është normal. Ritmi cirkadian i njerëzit është bërë që kur dielli perëndon, edhe 1-2 orë dhe ti duhet ish në gjumë. Dhe kur dielli lind, ti duhet ish zgjuar. Ne zgjohemi, nuk shohim fare se çfarë bëhet nga dritarja, a ka diell, a s'ka diell. Dritarën tonë kemi celularin. Është direkt në celular, flem me celular. Gjatë gjithë jetës dhe ditës jemi në për smog, në për trafik, në për vrap, në për punëra, ndoshta edhe 2 punëra, edhe 3 punëra, të gjitha këto bëjnë që femra të dalë jashtë balancës saj. Dhe është pikërisht kjo balancë e cila sa do të mundohesh me ushqim, sa do të bësh detokse vjollc, blu, jeshile dhe të verdhe, sipas gjithë ngjyrave të ylberit, nuk ka detoks që këtë gjë e rregullon. Domethënë ushqimi është i rëndësishëm deri në, mendoj unë, 30-40%, por pjesa tjetër është gjithë ritmi frenetik që ne kemi që duhet ulur, sidomos për femrat. Femrat nuk janë bërë për këtë ritëm. Femrat janë bërë për të qenë po. Dhe po të shikosh, femrat kanë energji mashkullore shumë të egzageruar, shumë të theksuar. Po të shikosh gjithë spektaklet që janë, domethënë meshkujt janë vënë atë si mbrojtës dhe femrat janë, domethënë sulmuese, po. Energji mashkullore shumë e fortë. Shumë. Përmendë pjesën e grave që kërkojnë edhe të dobësohen, besoj se një pjesë e mirë e atyre grave që janë në komunitetin tënd, një nga gjërat që kërkojnë është pikërisht të kenë një trup të shëndetshëm, por të jenë sa më elegante. Mendoj që kjo është sa më mirë. Cila është kërkesa më e madhe e tyre? Kjo është. Të gjitha femrat që vinë te unë vinë për këtë problem. Nuk po arrit të dobësohem. Pse? Sepse pas një moshe, sidomos pas 35 vjeç, nuk funksionon më ai ekuacioni famshëm kalori brenda, kalori jashtë. Nuk funksionon më, bëj çfarë të duash. Ngelëm duke i mbledhur. Eksakt. Mbetëm. Mund të mbledhim, por nuk del ekuacioni. Fare. Një kliente imja më tha unë edhe moll të ha, mua më bëhet kile. Pse? Sepse ajo kishte probleme me tiroiden, ishte me diagnostikuar me tiroidit Hashimoto, dhe është gjithë sistemi endokrin i saj, sistemi hormonal i saj që nuk funksionon siç duhet, nuk është faji i saj. Pra, ajo në nivel kalorish hante moll, nuk hante asnjë dhe prap shtonte pesh. Pra, duhet rregulluar aspekti hormonal, nëse duam të bijem në pesh mbas një moshe të caktuar. Ose nëse ne kemi provuar disa metoda, kemi provuar të ulim kalorit, kemi provuar të shkojmë pak në palestër, dhe duket sikur gjërat nuk funksionojnë, atëherë kemi një sinjal alarmi që sistemi jon hormonal është jashtë balance dhe duhet rregulluar. E përmendë pjesën e doktorit dhe faktin që duhet me shku. Kur duhet me shku? Gjithmonë. Gjithmonë? Sepse ne shkojmë vetëm te tetori roz? Gjithmonë. Te doktorin mendoj që duhet shkuar, domethënë gjë parë që ne nuk e kemi edukatën. Duhet marrë diagnoza, duhet të dimë çfarë kemi. Po nuk ditëm çfarë kemi, nuk e ndihmojmë dot veten as me kura popullore, as me çajra, as me detokse, as me ushqim, sepse çfarë i bën njërit mirë nuk i bën tjetrit mirë. Për shembull, në tiroidit Hashimoto ka plot ushqime që nuk duhet konsumuar fare. Kështu që, domethënë, duhet të dimë se çfarë kemi. Unë jam shumë pro mjekësisë tradicionale në hapin e parë, në diagnostikim, dhe pastaj jam shumë pro mjekësisë holistike, mjekësisë integrative, që quhet në Shtetet e Bashkuara, që përtej mjekësisë tradicionale kombinon edhe praktika të tjera, të reduktimit stresit, të ushqimit të shëndetshëm, të aktivitetit fizik, të cilat komplementarizojnë, janë shtesë ndaj mjekësisë tradicionale. Për ty sa rëndësishme janë suplementet, integratorët? Shumë të rëndësishëm. Ja këshillon në përgjithësi? Le të themi që trajnerët e shëndetit apo edhe qoftë nutricionistët, dietologët ndahen në 2 grupe. Ato që i kanë qef suplementet dhe ata që thonë jo, sepse duhet të marrim çdo gjë nëpërmjet ushqimeve. Por konsideruar atë që thamë përpara, jetën frenetike që ne kemi, që nuk ja dalim dot që të kemi ato 3 vaktat e shëndetshme me gjithë gjërat e mundshme, proteinike, minerale, vitamina, gjithë kuadrin që ne duhet marrim, suplementet, kur bëjmë jetë intensive, vinë shumë në ndihmë. Sepse që ti të marrësh kalcium nga bulmeti, duhet të konsumosh 3 vakte me bulmet
dhe të konsumosh bakte të mira në mënyrë që të bësh tasinë e duhur të kalciumit. Kur ti mund ta marrësh kalciumin, sidomos tani ka kalcium që janë shumë të penetrueshëm, vijnë nga algadeti, vijnë nga pra ka forma që janë shumë të penetrueshme në organizëm dhe nuk janë, le të themi, aq të dëmshme sa një kalcium i bërë totalisht sintetik e tjerë. Kështu që do me thënë, por jam gjithmonë ndaj përzgjedhjes së suplementeve që janë të certifikuara nga paltreta, që mundësisht të shkruajnë që janë bio, nga vjen origjina, pra të jenë suplemente që ja vlen ti marrësh dhe zakonisht të suplemente që ja vlen ti marrësh kushtojnë shumë shtrenjtë. Harroje se mund të marrësh 10 euro një suplement që është i mirë. Nuk ka. Dhe një detaj tjetër që kam bërë, flas pak nga pjesa e Novos, që më thonë për shembull gocat që përdorin pjesën për deli herë për flokët, jo vinë herë të keqen çka ato. Në ato vinë sepse janë totalisht organike në fakt. Në momentin që ti e përdor, atëherë edhe kupton përveç çmimit që sigurisht nuk është aq dhe është i shtrenjtë, ka të bëjë dhe gjithë pjesa e produktit vetë që tregon patjetër që ka një cilësi ndryshe nga gjithë vitaminat apo integratorët e tjerë që mund të jenë në treg. Unë do të hap të telefonin tani sepse dua të gjenja 2 lajme që siç e tham, bëjmë scroll gjithë ditën dhe gjithë ca lajme që janë të këtij lloji dhe unë sigurisht kam punuar me lifestyle-in vet, por më vjen dhe për të qeshur kur i lexoj. Edhe dua të vërtet t'i komentojmë bashkë sepse sa gra mund të besojnë kësaj gjëje apo jo. Nëse gratë han avokado çdo 2 ditë për 2 javë, ato do të kenë vithe më të formuara dhe një bel më të hollë. Këto janë në fakt media që ne shohim. Këto e shoh në gjë. Këto janë wellness, marketing wellness. Po, një Kim Kardashian bëhemi? Po. Shiko, unë nuk e kam provuar, për sa kohë nuk e kam provuar, nuk e them do të jonë të plot, por mendoj që këto janë për të tërhequr vëmendjen, do me thënë, duhet lexuar që avokado bën mirë, pastaj bëhemi dot si Kim, edhe pse duhet bërë si Kim, do me thënë, ideja është që kjo pjesë pastaj ajo është tjetër gjë. Kështu që janë po, nëse gratë pinë ujë kokosi çdo ditë për 2 javë, ato do të kenë një bark më të shesh dhe më pak të fryrë. Do zotit, ta bëjmë këtë? Uji kokosit, shiko, unë jam shumë kundër disa trajtimeve, se që është uji kokosit, që vinë nga shumë largë. Nga vjen uji kokosit këtu në Shqipëri. Ose është i paketuar. Po. Dhe te ka i paketimi, hajde ta lexojmë se çfarë përmban. Ka ujë, ka ca aditiv, ka edhe një çik lëng kokosi, edhe shumë prezervativ të tjerë, okay? Dhe pra, po flasim që është një produkt i procesuar, që produktet e procesuara më mirë hidhin në plera, ka pafund malet tona janë të mbushura me bim që janë shumë të mira për drenimin, për fryrjen e barkut, janë bishtat e qershisë. Bishtat e qershisë janë fantastik për të bërë drenim të lëngjeve të trupit, nëse kemi mbajtje uji, kur jemi para ciklit, ose edhe kur nuk kemi para ciklit, nëse kemi shëndet, kemi mbajtje uji në organizëm. Bishtat e qershisë janë fantastik. Nuk ka nevojë të shkosh te uji kokosit, që është i një kontinenti totalisht tjetër, që këtu vjen i procesuar, ato kokosat që ne blejmë në supermarketet të caktuara, nuk e di se sa koka, këtu njerë mora, dhe nuk më doli ujë, s'kishte ujë, ishte i tharë komplet, se nuk e di sa muaj kishte. Pra, mos gjejnë zgjidhje që janë për Amerikën. Gjejnë zgjidhje që janë për Shqipërinë. Pikërisht janë lajme për te grupi, në fakt kam gjetur ca gjëra që meqense po flisim pikërisht për këshillat dhe dua të më sqarosh disa gjëra të cilat janë. Çfarë është shilaj? Shilajit. Shilajit? Shilajit. Pse e kanë shkruar gabim në grup. Po nuk e di, prandaj edhe unë është era e parë që e dëgjoj. Shilajit është një përmbajtje mineralesh, mix, e cila vjen nga një tokë e pasur me minerale. Edhe kjo ka shumë abuzim në treg, sepse shilajiti është shumë i shtrenjtë, me zi nxirret, vetëm procesin e nxirjes dhe përpunimet e ka të gjatë dhe të lotshëm, dhe është shumë i shtrenjtë. Ato produkte që qarkullojnë, sidomos në tregun shqiptar, sa unë e di pak a shumë që qarkullojnë, janë të gjitha jo shilajiti pastër, që i shtohen me aditiv, që ti nuk e di fare se çfarë ka brenda, kështu që më mirë nuk e konsumon se sa e konsumon. Ka forma pastaj të pastra të shilajiteve, se që është acidi fulvik, që edhe ky mund ta marrësh në gjithë ato që shesin, le ta themi, suplemente, por këto janë
janë produkte të cilat kërkojnë një njohuri shumë të madhe në mirëqenie dhe në mënyrën se si ti do ta detoksifikosh trupin tënd. Nuk mund të kalosh te shilajiti i ti pa marrë ca baza të tjera më përpara, pa e detoksifikuar trupin, pa e bërë gati trupin, nëse ti për shembull nuk del jashtë, nuk ke tretje të mirë, jashtëqitje të rregullt, është e kotë që bën detokse me shilajit, me acid fulvik etj. Rregullosh ato që ne quajmë kanalet e drenazhit, kanalet e daljes së toksinave jashtë, dhe pastaj ta ndihmosh veten ti me gjëra që janë për të rritur detoksifikimin e trupit. Se kur e rrit detoksifikimin e trupit, duhet që toksinat të dalin jashtë. Në momentin që ti nuk ke jashtëqitje, ato ngelen brenda dhe më shumë bën keq se sa bën mirë. Këto masazhet limfatike që janë përhapur janë shumë të mira. Janë shumë të mira kur bëhen nga një njerëz i trajnuar. Unë personalisht kam pikë pyetje. Cilat janë mitet më të zakonshme për menopauzën? Ose tjetra mund të them, çfarë nuk na thonë mjekët për menopauzën? Apo të gjitha i dim? Të gjitha i dim. Mendoj që një mit që unë fare mirë do ta hidhja poshtë, duke qenë se kam njohur shumë gra që janë në menopauzë dhe vetëm duke u kujdesur për veten, duke ndryshuar regjimin e jetesës, regjimin ushqimor, i shikoj që janë me plot me energji. Pra, ajo ideja që femra mbaron kur vjen menopauza, e përmend edhe unë në fillim plakja, ato do ta hidhja poshtë kështu 360 gradë, sepse thash kam njohur femra, qoftë kur kam qenë në bank, po edhe tani po njoh shumë të tjera, që kur kujdesen për veten, domethënë hyn në 60 vjeç, kështu duke lulëzuar. Këtë ta garantoj. Kështu që jeta vazhdon dhe duhet ta shijojmë atë energjinë e madhe që kemi. Mund na për disa këshilla, jemi drejt fundit, për mënyrën e të ushqyerit, kam dëgjuar, nëse mos gaboj, faret e linit janë shumë të rëndësishme para menopauzës? Shumë, edhe në menopauzë. Edhe në menopauzë, sepse faret e linit kanë linjane dhe fitoestrogen, të cilat imitojnë molekulat e estrogenit natyral të organizmit tonë, dhe në menopauzë estrogeni bie, kështu që është mirë që ta komplementarizojmë nga jashtë. Mjekësia tradicionale njeh edhe ato që quhet terapia hormonale zëvendësuese, pra që ti merr hormone sintetike, i merr nga jashtë. Pra ato që organizmi jot nuk i bën dot më tashmë në këtë fazë, ti merr nga jashtë. Dhe në momentin që nuk ke, po themi, diagnoza të tjera, të cilat bien ndesh me efektet anësore që kanë këtë lloj hormonesh etj, dhe mjeku jot e gjykon të arsyeshme, patjetër dhe kjo është një alternativë mirë që ne mos zhvillojmë disa simptoma dhe ta kalojmë menopauzën më me lehtësi. Por për ato që duan trajtime natyrale, një luggjelle me fara linit çdo ditë është me të vërtetë fantastike. Pa ujë, pa u shoqëruar me ujë, ajo nuk është e mirë si shije, por mund ta hedhësh në supra, mund ta hedhësh në smoothies, kur bën smoothie. Është fantastike. Është fantastike. Adja, nuk e di çfarë ke për të shtuar më rreth wellnessit, holistic wellness, e gjithë pjesës së shëndetshme. Vetëm këtë kujdesin ndaj vetes, domethënë e kam me shumë merak. Gratë në Shqipëri ende janë në atë modalitetin e të dhënit, e të bërit për të tjerët, edhe e harrimit të vetes tyre. Dhe edhe për të ndryshuar stilin e jetës, sepse mendoj në të gjithë këtë bisedë që ne zhvilluam së bashku, pika kryesore ishte pikërisht stili i të jetuarit sa më shëndetshëm. Sigurisht jemi në vrullin e një dite të madhe, mua vetë më thonë ule tempin. Por jeta ta merr përpara, sepse kështu është çdo lloj punës, natyra e profesioneve janë të ndryshme dhe ne secila nga ne mundohet të bëjmë më të mirën, të jetë pjesë e familjes, të jetë pjesë e shoqërisë, të jetë pjesë e punës së vet. Unë të falenderoj shumë për gjithë këshillat që na dhe për disa mesazhe shumë të rëndësishme për të gjitha gratë që po na ndjekin tani. Dhe nuk do të lë dot pa të dhënë një dhuratë nga Onovo, që megjithëse më përbën faktin që juve vetë i përdorni, domethënë, dhe janë shumë të rëndësishme. Shpresoj të pëlqejnë dhe do kënaqen, sepse të gjithë neve i kemi provuar dhe janë vërtet produkte shumë të mira. Santa, unë të falenderoj, ju falenderoj për nismën që keni marrë. Është falenderimi imi dhe besoj shumë grave që do ndjekin podcastin. Në fakt ka pas shumë interes, edhe temat na vijnë vazhdimisht, na shkruajnë dhe do mundohemi t'i trajtojmë të gjitha temat që na shkruani. Faleminderit dhe vazhdoni të na ndiqni.